Të përshëndes Sueza, në fakt të vjen që tjetë problematika situata në veri të vendit, më problematike situata është në qarkun e Lezhës, ku sërish të vjen me intensitet të lartë rreshtet e shiut, dhe më problematike vjen që tjetë situata në bashkinë e Kurbinit, ku siç e thatë dhe më parë janë rreth 50 banese të cilat kanë prani ujë, ndërsa duhet thënë që rreshtet vijojnë me intensitet të lartë. Sa e takon ndërhyrjes, janë ndërhyrjet shumë të në fakt që po bëhen nga shtabi i emergjencave civile i bashkisë i qarkut të Lezhës, fakt i cili ka përqendruar gjitha forcat në zonën e Kurbinit, ku pavarësisht ndërhyrjes sërish situata vjen të jetë problematike, ndërsa shtabi i emergjencave ndodhet në terren dhe po mbikëqyr nga afër situatën, duke ndërhyrë në kanalet anësore për të bërë të mundur sa më parë largimin e ujit nga rrugët kryesore, si dhe nga banesat të cilat janë rreth 50 të tilla, të cilat kanë prani uji nga 10 deri në 40 cm. Problematik është situata edhe në njësinë administrative të Milotit, ku në disa akse rrugore ka prani të ujit, duke bërë kështu që zonat rurale të jenë të izoluara dhe të bëhet e pamundur kështu lidhja me pjesën tjetër të qytetit. Sa i takon qarkut të Shkodrës, në fakt situata është shumë e përmirësuar dhe pavarësisht raportimeve që do të kishte problematika por rreshje shumë të mëdha që mund të rrezikonin në përmbytje, fakt diçka e tillë fatmirësisht nuk po ndodh, ku në qytetin e Shkodrës pavarësisht rreshjeve të shumta të shiut, situata është e qetë dhe nuk ka problematik sa i takon pranisë së ujit në rrugët e qytetit, ndërsa sa i takon bashkisë Shkodër në zonat rurale, konkretisht në zonën e Bregut Lumit që lidh këtë zonë me Thethin, sërish ky aks rrugor vjen të jetë i bllokuar si pasojë e rrëshqitjes së dherave, dhe forcat e bashkisë së Shkodrës së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes dhe mjetet e tunazhit lart po bëhet mundur që ky aks rrugor të rikthehet normalitetit dhe të zhbllokohet, ndonse ende në momentet që flasin ka shumë forca të ushtrisë, por dhe punonjës bashkisë Shkodrës që po bëhen të mundur që ky aks rrugor të hapet, ndërsa vjen që të jetë i bllokuar. Ndërsa pjesa tjetër e qarkut, problematika pasur në bashkinë e Fusharzit, ku duhet thënë që ka pasur ndërprerje të energjisë elektrike si pasojë e erave të forta në këtë zonë, ndërsa në Malsinë e Madhe ditën e djeshme është raportuar për një banesë 2 katëshe të djegur, e cila është përfshirë nga flakët si pasojë e një shkarkesë elektrike rrufeje, e cila ka goditur këtë banesë, fatmirësisht duke shkaktuar vetëm dëme materiale, pa lënduar njerëzit të cilët ndodheshin në banesë. Ekipet e SHE-s atje dhe shtabi i emergjencave civile po mbikëqyrin situatën në terren për të parë nëse do ketë percipitim të situatës, pasi parashikimi i motit thotë që do të ketë sërish rreshje mesatare deri me intensitet të lartë në të gjithë veriun e vendit. Aktualisht në momentet që flasim, edhe në qytetin e Shkodrës rreshjet e shiut vijojnë me intensitet lartë, ndërsa nuk paraqiten problematika. Po, qartë, të falenderoj për këtë raportim.